ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri të këtij edicioni, Valbona Mhilli ka qenë një emër mjaft i përfolur për sa kohë ai ishte brenda shtëpisë së famshme, por edhe tani jashtë saj. Pëlqimi që ajo kishte për Lert Vasilit nuk ju kthye kurrë, ndonse më përpara Xhibani kishte shprehur pëlqim për të, por ajo zgjodhi Lertin, por me sa duket mes tyre nuk lindi asgjë. Së fundmi në një intervistë ajo ka rrëfyer gjëra gjatë për jetën e saj private dhe karrierën. Por nuk ka munguar duke folur edhe për raportin e Gjestit dhe Egdit, ku sipas Valbonës gjithçka është mirë, ata janë mirë, si Egdi dhe Gjesti janë shumë mirë. E treguan edhe në një emision që po vazhdon njohjen edhe jashtë, ishin fjalët e Valbona Mhillit, ku dukej mjaft të bindur se dysha vazhdonte njohjen jashtë por në fshehtësi të plotë. Nga ana tjetër, ajo tregoi se vazhdon të ketë një raport të mirë me fituesin e këtij edicioni, fenomenin Gjesti.